Juela. Po shotanim tani Gjoni. Kjo është Juela. Kjo është Greta. Shikoni mirë Juela. Po motër, folni motër. Që as respekt për sponsorin nuk ishe. Atëherë, Ledion, unë gjatë sfidës, siç u pa fatmirësisht në klip, unë bëra thjesht një pyetje, një koment, që kujdes nga vrimat, sepse ishin vrimat në mur, me trapanon, me trapanin, dhe kjo vajzë, që me zi pret ti, do me thënë ti drejtoje veshët, me gjithë kunatën e vetë Selin, të kapin fjalë që vetëm i keq përdorin, dhe nuk është era parë që këto e tregojnë këtë gjë, që e bëjnë me mua. E bëjnë veçanërisht me mu dhe nuk e kuptoj pse kanë kaq të nevojshme ta sjellin lojën në një situatë me avantazh nga ana tyre me sa duket për këto, me konotacione realisht shumë të ulta për mendimin tim seksual. Kur komenti im ka qenë vetëm rreth lojës. Dhe sfidës që po u bënte. Dhe mu më vjen turp sepse unë të më emëroj kjo vajzë, babën, që është një njeri shumë i respektueshëm në Milano, tash 27 vjet, është një njeri i nderuar me punë që jep punë njerëzve atje. Dhe vajza, dhe Juela, familje, që ka Juela familjen, dhe që unë gjithë punën që kam, dhe që jam sot, jam fal studimeve autoritetit punës, që e kam fitu me djerës dhe me tru, Juela të të pyes, Juela. Më falë, Ledion, to janë vajza që kanë të nevojshme, të shesin gjëra që me sa duket nuk jo ple njeri, dhe kanë të nevojshme të... E pam edhe në klip, po pyetja ime është. Po. Ku t'ja bëre tjetër atë komentin e vrimave përveç Gretës? Çfarë bëri Selin? Selin që ishte mbrapa meje. Juela, ta mbaroj me ty, pastaj do shkojmë. Tendencioze. Pra ja bëre vetëm Gretës. Po. Sepse me mua ka pas debatet tendencioze. Sepse ishte sfida e parë. Absolutisht asnjë lloj tendence. Ishte sfida me Artajin dhe Gretën, dhe Greta bëri një koment sa trapano. Dhe këto po qeshtin sepse e tha me theks italian. Dhe unë i thash kujdes me trapën dhe kujdes me vrimat me trapanon. Ka qenë një koment jashtëzakonisht shumë i thjeshtë për t'u marrë siç është thënë gjatë sfidës. Dhe për vrimat në mur, por këto vajza dhe Selin më ka quajtur mu bastarde. Tani unë dua të shpjegoj çfarë dua që Selin të më shpjegoj domethënien e fjalës bastarde dhe domethënien e fjalës vrima. Selin, na e shpjego pak çfarë do të thotë bastarde. Selin është hedhur duke ofenduar. Atëherë Ledion, e parë një do përgjigje. Ledion e ma bëri këtë pyetje, e kuptoj. E parë Ledion, vjen shumë keq edhe të shikoj veten time në këtë gjendje dhe në këto terma. Gjithsesi, nuk e di se sa do besohet, po me sinqeritetin më të plot, me aq shpull më tha. Dhe kunata vetë ti tha do të fus me dhunë. Po Juela, si mund të tolerojnë ju? Juela, po të na lejosh, do kalojmë edhe tek do ta fus në shpull, edhe tek bastarde. Nëse ti do vazhdosh të flasësh gjatë gjithë kohës, nuk do marrësh asnjë përgjigje. Dëgjoj mentorin. Selin. Atëherë Ledion, po e them edhe një herë me shumë sinqeritet, me ato pak libra që kam hapur dhe kam lexuar në jetën time. Fjalën bastarde, në kontekstin që unë ja kam thënë, unë e di që me unë të marrit shumë konotacione të ndryshme dhe shumë kontekst të ndryshme. Arsyeja pse unë ja thash ishte sepse përpara fjalës bastarde unë i thash që ti po bën një sjellje rruge për ta paralizuar me një sjellje të ulët pa vlera njerëzore. Për këtë arsye ju drejtova përpos fjalës rrugaçe me fjalën bastarde. Jo për asnjë sapo e thash, një njeri pa vlera. Që nuk përfaqëson bastarde të thotë se ti ku e ke babën e një nga kontekste. Otri ishte e fjalë. Unë nuk kuptoj pse përdoren për filma vizatimor. E kemi dëgjuar dhe në Tepengezon, e kemi dëgjuar dhe në filma vizatimor. Do me thonë që ka produktime të ndryshme. Të lutem. Ledion, nuk e pranoj që të prekëm nga këto dy vajza. E kuptoj shumë mirë që... Unë mbaj presionin, por jo që këto të dalin si të naive, si të sinqerta, që nuk janë. Se kupton publiku, e din publiku. Ke nevoj për një seduta terapeutika se ke hum kontrolin më i baba. Ti nuk ke mënshina, ti je fundit, ti nuk ke mënshina njerëzore. Ke hum kontrolin. Më dëgjoj Ledionin për një gjë. Nuk kam asnjë gjë kundër që asnjërës prej vajzave aty brenda
ti dali rryli i fytit. Jam kategorikisht kundër që ti, si këngëtare, të bërtasësh me 7 damar që të dalin si Super Saiyan nga gjitha anët. Të lutem Ledioni, me qetësi, unë dhe gjithë publiku i kemi veshët në vend, dëgjojmë, a di sa mirë dëgjojmë kur flasim me qetësi, e kuptoj që je prekur, por siç ti thua që unë fjalën vrima e kam thënë pa konotacion të caktuar seksual, Selin mund të ketë të drejtën të thotë që fjalën bastard e kam thënë për lulkuqe mbi mure, sepse juve e vendosni vetë për kthimin e vetes tuaj. Publiku vendos nëse a është thënë ashtu siç thua ti, a është thënë ashtu siç thot Selin, apo është komplet tjetër gjë. Greta. A fjalor, se 46 vjeç do të japësh ti mua më. A fjalor ship. Greta. A fjalor ship. Je ti bastard atëre. Greta. O njerëz, ju lutem. Okej, mos të banalizojmë situatën. Greta. Atëherë Ledion, ka qenë super tendencioze sepse vetëm me mua është marrë Juela. Unë po vazhdoja sfidën, nuk i kam kthyer në asnjë moment përgjigjes. Bile si thash tani unë nuk po ndjem mirë. O Juela, po boll më vajz mo. Boll na lodhe mo. Je bë shumë e lodhshme, beso. Beso, je shumë e lodhshme. Nuk thua asnjë gjë të rregullt në këtë shtëpi. Ti do të na japësh mend ne se je më e madhe. Po ti je më e vogla. Okej, Greta, le të themi që edhe ti nuk është se thua perla, se i dëgjuam ato që thoje, kështu që. Okej, po, do t'i shpjegoj unë pse ja thash. Ashtu të lutem. Po, patjetër, ja thash edhe nuk i tërheq gjëra që them. Asnjërin prej tyre nuk tërheq. Jo, sepse kjo vazhdon ato. Edhe fjalin, çfarë do të thoje me ka punuar rrugëve të Milanos. Çfarë do të thonë? Punuar rrugët Milanos, jepi përgjigje. Po pra, o miri, pusho pra ti. Jepi pra. Se na Ku kam punu unë duhet shumë trupajt e I thash tani nuk po ndjem mirë, po kam siklet, por po vazhdoja lojën. Juela vazhdoi dhe tha, hajtë se i more dorën tani, kur dalësh jashtë, do punosh me Kush ta ka thënë? O shpifse! Ti e ke thënë. Do punosh me çfarë? Do jetë puna jote. Do jetë puna jote jashtë. Tani, Greta, po, shumë e vërtet. Do punosh me çfarë? Më fal se të kuptova. Me trapan. Asnjë lloj pune, Ledion. Ledion, asnjë lloj. Do jetë puna jote jashtë me vrimat. Tani, unë nuk kam linë sot, edhe njerëzit e mi mi kam mësuar dy gjëra para. Qartë. Na lodhët. Pra, i ke të gjendesh gjithmonë me pushon, e di që s'ke dalë atë, po pushon një moment. E di që s'ke dalë. Vallaj për vrimat. Po rri pra mo një moment. Atëherë, unë nuk kam linë dje, edhe i di shumë mirë disa gjëra, sidomos kur i thon Gretës, me tendencë, sepse Juela është e dy sekret që bën disa gjëra tendencioze, dhe atëherë me shishën që kisha këtu mbrapa e din që është diçka që unë nuk e pranoj. Pra të duken fyese, kanë qenë fyese komentet e... Nuk ka gjë të keqe për atë punë që bëhet atje jashtë, ta bëjnë vajzat, bëjnë çfarë të duan, por jo të hedhësh bal mbi një vajzë tjetër për të dalur vetë lart. Sepse kjo vajzë vrimë që ke i din shumë mirë këto gjëra se si merren jashtë, edhe unë nuk ja toleroj absolutisht, jo Juelës, po asnjë, sepse jam rrit me kulturë edhe me të gjitha të mirë nga prindërit e mi, me edukat. Okej, ku jam rritur? Edhe të gjitha punët që i kam bërë, i kam bërë me ndeja vajzë dashur. Nuk e di se si është rrit. Ku jam rritur? Ti je vajzë me mentalitet janë normale këto gjëra që thuan. Dhe fanatizëm që nuk e duket, është që jam rritur me dita italiane. Okej, ti je një vajzë, kjo një mentalitet që i do femrat të merret me durat e shtëpisë edhe me këto gjëra të pista. Do një femrat të poshtrume. A mund të flasim? Hello, Mayday. Lëri pak se janë shumë të zeshme. Kur i mi ndërpreu. Ama. Janë shumë të bukura dy goca që përtasin me njëra tjetrën. Po unë kam respekt, kur flisni ju gjithmonë, edhe këtu nuk ndërhy asnjëherë, ju e keni vrejtë. Po prandaj për tek domu. Ore pushon më ti. Pushon. Beso, je i tmerrshëm. Je i tmerrshëm. Arbër. Se na hyni Roberti. Mos e zhytur. I ke ftyrmi. E kam lasë, serum ka qenë. O Greta. Diskutimi Paske dhe serum nga goja. Diskutimi i vrimës është një diskutim. Ka një libër. Ka libër për Jo, është një diskutim në formën e një provokimi, si ai që bëri Gerta për pastrimin e luleve tek Juela. Tani unë dua ta nis me një pyetje. Unë e pa sa
Të lutem. Po le sa ta marrëm deduksionin, të lutem. Tani, një sekond more kini. Tani, o banor. Pyetje kam unë. Pyetje kam. Selin, çfarë do të thotë? Po, ta fusni të rive. Jo. Çfarë? Ata e kisha të dytën. Të parën kisha që ta bëj plagën sa shkeftyrën. Jo, atëherë, thash kështu, ka që fjalia ime. Thash, me Selinin mos u kruaj, sepse aty ku do kruhesh, do të bëhet plaga. Sa koka jote do shkosh për ta mjekuar. Kjo ka që fjalia ime. Mos u po, për zotin e djallë, ti Arber, se ka qenë grimi plot. I ka thënë Juela me Selinin mos u kruaj, se aty ku po kruhesh do të bëhet plaga. Sa koka jote, sa që do detyrohesh të shkosh ta mjekosh. Të kam thënë në kontekst të mos më dasmosh. Çfarë do thotë? Largose ta. Po, atëherë, patjetër. Në atë moment, unë kisha shumë ditë që isha shumë keq, produksioni ka qenë deni. Nga ana ime, shëndetësore emocionale. Se mu bëre si mirë edhe ti, që thoshte jam i ngarkuar edhe prandaj e thash. Më thuaj lutem për një përgjigje. Ata prandaj rrinin në njëri tjetrin. Kam fol gjuhën kineze, shqip kam fol. Edhe një kontekst ka, ta fusi të rive një kontekst ka. Andjen keqja kam thënë patjetër që po dhe tërheq mbrapsht se kjo shumë fare. A kam qenë shumë i ngarkuar, kam qenë Arber, nuk ka fillu situatat e ta fusni, po ka fillu Selin Kunata, Selin Shikunata si abrimat, oj Selin Kunata, oj Selin, unë isha të kimbo. Shumë mirë, me që s'desha me më dhëmë përgjigje. Oke, Juela, të lutem. Juela, të lutem. Tani, unë mendoj kështu Ledion, unë mendoj që sjellja e Kunatave ka qenë katastrofë. Dhe edhe Selini, edhe Greta, unë e di pse bëhet. Ata qenë provokimi Juelës? Ka qenë provokim patjetër i Suelës për të kuptuar se kjo Greta është i çik tinzare. Është tinzare. Sepse është tinzare, sepse është po Greta, e cila i ka thënë Juelës prostitut te dera. Po, i ke thënë edhe prostitut Juelës ti, tani i ke thënë edhe vajzë rrugës, edhe unë po të them, të të vitë turp se si një vajzë mund të akuzoj një tjetër për vajzë rrugës, se ti nuk e di qa jetë ka pas ajo në Itali. Okej? Shumë bukur, e dyta. Tani o Juela, po pse bërë si back vokaliste Arber Hajdarit, po? Dhe nuk e kam fare problem. Tani pse ndodh kjo? Kjo moralin tim. E di cili është problemi. Ti qa bën, qa bërë, ka kis po të vinte, ti erdhe. Qa bën, do të shpëruara, për vëmendje dhe më Jo, nuk ka marru, nuk e si të shpizhigje. Thuj Gretës m'le me fol. Faleminderit. Tani, unë mendoj që kjo ndodh për një arsye, sepse sa herë tentohet të ketë tension midis Juelës dhe Gretës, Selin ndërhyn, sepse kam përshtypjen që e vlerëson si një lojtare të barabartë me Juelën. Ndërkohë mendoj njëkohësisht që dhe Greta e vlerëson Juelën të një nivel loje. Dhe këto përplasje krijohen për shkak të konkurrencës, nuk krijohen kështu kot pa arsye. Ndërsa mendoj që provokimi ishte ai që i ka bëu Greta Juelës, po nuk reagoi kështu si reagon Greta, duke nxjerr tjetrën mes rrugës. Pra, unë mendoj që një provokim sigurisht tregon për atë që provokoi, por tregon dhe për ty se si reagove, dhe për mua tregove katastrofë dëntate. Kaq. Okej, a mund të them diçka Arber? Monika. Katastrofë. Unë di që Juela dashuron dhe adhuron muzikën, këngën. Apo jo? Po, ka dhe këngë shumë bukura, unë nuk di si do këndoj. Po, madje këngën tjetër e ka emrin Vrima. Po. Po me që se ka dhe libër. Ona mungon të këtë edicion, një këngë me emrin Vrima. Ka dhe libër që e ka bërë Rita Petro, tani të bëjmë dhe këngën dhe jemi në rregull. Juela, unë mendoj që ti duhet këndosh pak më shumë. S'këndon dot, po ka trejat që i ka ikur zë. Këndon më shumë që ja jap tek Këshilla Monika. Mira unë për këshillat e tua. Këshilla ime, fokuso te karriera jote si këngëtare. Po prit, nga shtëpia vllaz i bëjmë udhëzime gjithë tot Big Brother. Një sekond, Greta. Unë mendoj që ti, po, opinionet nga e Marta në vazhdim të shkosh të ulesh aty dhe të japësh nga aty. Patjetër, mu do m'përzej nga shtëpia vetëm se mu s'mble njëri me fol. Do m'përzej nga shtëpia ime, jo nga shtëpia juaj. Nga shtëpia ime. Lutem shumë ta mbaroj mendimin mos thua shumë. Unë mendoj Juela që po provokove do të kthehen mbrapsht të gjitha provokimet. Ti i provokove vetë dhe ato më pas e vazhduan. Sigurisht që mua për një gjë më vjen shumë keq që pse Selina është betejë e Gretës dhe futet gjithmonë Selin për të mbrojtur Gretën.
Tani, a mendoj që e bën Selin sepse i duhet Greta që t'jetë ndihmëse saj? Po Monika më fal që ndërpres. Po Selina desh me rraf moj. Po Monika më bëri pjesë, sa 7 herë. Desh me rraf moj. Selin. Po. Ju Elen më desh me rraf. Dakor, pra po. Selin, Kush është Selini? Kush ai jep drejtën Selinit? Ti trajtoj banorët e tjerë shpirtë. Me një UA që s'ka identitet dhe karakter, për këtë mos kimë rraf. Desh me rraf. Nëse do të jetë më përgjigjet ajo thjesht e justifikon vetën. Ajo është shef që ka dalë. A qëndron kjo që thotë Arbri dhe Monika Selin që ti ndërhyn për të mbrojtur Gretën? Atëherë, unë me Juelën nuk debatoj, jo më larg se para se filloj prajmi thatë, me ty tha meshkut janë tallsa, të kanë marrë të kanë përdorur tha si ka pas shefin. Unë Juelën, po, mos e jeni kemi qenë gjithë. Unë Juelën nuk bie pre e provokimeve të ulta të Juelës. Që vjen të më akuzon mua, unë e di kush e kush, se si ka janë sjell me ty aty jashtë, po janë karta që do t'i përdor. Por ama kur Juela thot ti e ke përdor familjen tate, ti e bën pjesë familjen tate, dhe fillon punata, shiselizia, punata privat, ose Selin, unë nuk jam budallaqe, dhe Greta është familja ime, edhe Juela do ta di që për familjen time unë të nxjerr syt, kështu që përpara se më provokosh, jo që vetëm mirë. Unë të nxjerr të tërën ty. Shqyr që e thanë që Greta është familja se fillim na e mohun. O vajze ulës, që po e tregon. Jo them shqyr që erdhi dita do me thonë me në tregu sa shumë duani me Gretën se fillim me mohut. Po, duhet të vinte Juela që ta... Protektive nga Gretës kam që nga dita 1 deri sot ditën e 37. Çdo e keqe e ka një duhet me të bëj klip ty sa ke rrejt nga fillimi deri në fund. Ku shumë? A bëj? Shumë bukur këtu janë. Me bëu se ke Arbër ke filluar të bërë klipe këto kohë? Unë punën e parë montazhiere kam pasur. Ashtu me qenë se nuk do të vinë në vesh fjalët e mia, atje jashtë nuk ka pas akoma, nuk ka lindur. Të lutem Selin mos e arrit Juelën. Të lutem Selin mos ja bëj plagë fytyrën Juelës. Po gabimet e këtyre bëjnë një syçor. Të lutem Selin, jemi kundra dhunës. Po madje ti thua jemi kundra dhunës Selin, të lutem. Jemi të kundra dhunës. Kurse kam thënë jemi kundra dhunës Selin. Gënjeshtare të thash, ashtu si po vjen. Të lutem mos e rrit Juelën. Jam ti, o Selin Kreveti, nuk jam ti unë, po ta përsëris. Selin Kreveti nuk jam ti unë. Po, dhe pas këngës Vrima duhet bëni dhe një këngë tjetër Kreveti, se është një tjetër gjë që e kemi dëgjuar. Madje mund ta lidhni me njëra tjetër. A ti bëj pyetje Juelës të lutem se kish kamera sa harroj. Juela. Po Juela, bëj një pyetje si i thon Vrimës italisht. Buko. Dilka bukur fare? Atenta goj buki. Atenta goj buki Koltrapano. Është shumë e thjeshtë. Është për të kaluar humor edhe për të. Unë patjetër që do qesho Selin, sepse nga mënyra se si ti justifikon veten. Kur i ke bërë asaj vajzës kërcënime hapur, kjo është çfarë them unë ty. Ajo vajza ka për kërcënime nga mëngjesi darkë. Ja kam thënë, unë ku ka qenë për të thënë, ja kam thënë gjitha. Ti Selin je mësu vetëm me të bëj qefin. Dëgjon kërcënimet e mia, dëgjon edhe kërcënimet e kësaj. Je mësu vetëm me të bëj qefin. Kam përshtypjen se je pak e përkëdhelme se ti do vetëm bësh qefin. Ka mundsi. Të lutem mos e rrit Juelën. E një familje me motra me Të lutem mos e rrit. Me qëra fjala. O Juela, se ke thënë që kam një as në mëng për Selinin. Shiko Ledion, atëherë. Cili është ky as? Do doja shumë që Selin, si një vajzë zgjuar që është shitur në prajmet e vjetra, në këshillat e mirit dhe me zgjuarsinë e mirit. Selin, diferenca mes një sekond ta dëgjoj Selin. Diferenca mes me dhe Selin është që Selin përgënjeshtron dhe mashtron çdo lloj fjalë për të krijuar një situatë. More asin, çasi ke ti. Ndërsa asi janë disa gjëra që unë di për Selin dhe unë nuk doja them kurrë, sepse nuk dua si unë si vajzë të ul një vajzë tjetër në atë lloj forme. Shumë turp edhe për ty. Më fal, një sekond. Juela, pse thua që un kam një as për Selin me idenë di unë një gjë për atë. Me idenë e presionit. Jo, nuk është presion. Nuk është as pak presion. Jo, Selin përdor në çdo lloj mënyre fyese, morali, plagë familjare, gjëra që unë nuk i bëj. Dhe unë i them fare, unë s'mi intereson as fare ta them. Por vajzë dashur qetëso. O Juela, nëse nuk jo Juela. A pra, të thuaj që është një provokim. Është ajo që ti është provokim. O Ledion, unë nuk kam ardhur këtu të shpërfytërohem sikur është një blëf, absolutisht jo. Absolutisht jo. Bën koment për mendimin e vet. Unë bëj provokime.
O, Juela, është... Qa do me thëmë provokime, se duhet të flasë me fjallet e tua. Për qarë nën kupton ti me provokim? Provokim mund tjetë një fjalë që ti mund të kesh edhe një farë reagimi. Pra, është një blok... Pse reagon kjo? Pse preket kjo? Për çfarë preket Selin? More lëre për çfarë preket Selin, se nuk po mere me Selin, po mere me ty. Ti thua lartë të poshtë në për shpi, që unë për Selin kam një as në mëngë, që nuk e nxjerë, po e nxora, e pra, atere, provokime, i bje të jenë. Ledion, unë nuk i shkoj me dhushë fizike. Selim Bollati ku ka marrë për ka thënë, po, do vi në Big Brother, e ka pyetur vetëm e saj mirë. As me familje. Unë i bëj një provokim të lehtë. Nuk ka guxim një njeri të dalë dhe thoj një gjysmë fjalë për mua, okay? Të provokime mbaj për trupin tënd, për veten tënde, për Selim Bollati. Nuk ka guxim të asnjëri. Gota, në fund të ditës, do ju... Kini kujdes ju atë ku shkoj mua. Edhe ti me kujdes ju. Mbyllim lidhje me shtëpinë, ti lëm vajzat. Që të them unë që mbyllë se të lyj mend. Si? A të them unë ka drejtë. Se u lodhe ti? Po ti di si po. Zotri, të kam thënë në fillim të edicionit për vajzat, më kundërshtove. Jo, të bëj një pyetje, kjo e kishte Juela e kishte blof këtë punën e saj as. Blof pra kishte, po, është provokim. Ai ku jeta me blofë më burr. Nuk i thot blof, i thot bluf. Krevet, Selin Kreveti kam një blaf për ty, një blaf, se si e thot kështu. Si thënë italisht, pa e si ishte ajo Boka? Buko. Buko? Po ç'të duhet ty Buko tash? Po thash më po mësoj dhe unë Po italisht lëre se s'është ajo punë për ty. Para se të vazhdojmë më tej një rikujtes për të gjithë ju që po na ndiqni. Big giveaway është tashmë i lançuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania në Instagram dhe ju mund të bëheni pjesë shumë lehtë. Mjafton të hyni në postimin zyrtar, të komentoni duke bërë tag 2 miq real, si edhe të ndiqni faqet e kërkuara si pas rregullave. Mes dhuratave kryesore janë një apartament luksoz në mes të gjelbërimit dhe shumë pranë Tiranës nga Ballon Kill Residence, një Audi A8 nga Autos Korea, si edhe 2 paketa all inclusive nga Globus Travel. Mos e humbisni mundësinë, hyni tani në faqen zyrtare të Big Brother VIP në Instagram dhe merrni pjesë dhe ndoshta ju mund të jeni një nga fituesit. Paçi fat. Ndërkohë, Ilir, dëgjoj, do atua shprehen, po vetëm nëse është kështu e paqt. Apo është... Njeriu nuk u mbet kur bie, po kur nuk ngrihet më. Njeriu nuk u mbet kur bie, po kur nuk ngrihet më. Kur nuk ndihet. Tash ne që kemi dalë, do hym do njerëz brenda? As ngrihet. Ne që kemi dalë, mund të hym se sa thon mund të hyni zbanon sa jo. Ku të hysh ma? Prap do hysh ti aty ma? Po jo unë, jo. Po kush ma? Po i kore. Po si e bashkë, unë ja dhashë se dashuro. Të zëvëndësojnë, ata që janë aty, me këta që janë këtu një zëri. Publiku vendos me po ose jo? 4 zbanorë duen aty. Ka publicitet që ndroni me ne.